Arta kishte pritur gjithë jetën për atë ditë. E veshur me fustanin e bardhë, dukej sikur kishte dalë nga një përrall. Nëna e saj i rregullonte vellon, ndërsa shoqet e ngushta i qeshnin dhe i jepnin kurajo. Ajo duhej të ishte dita më e lumtur e saj, dita ku do lidhej përjetësisht me besnikun, një djalë që e kishte dashur me shpirt dhe që e kishte bindur se lumturia ekzistonte. Kishin kaluar bashkë 2 vjet të bukura, mes udhëtimeve, përqafimeve të pafundme dhe planeve për një familje të madhe. Por atë ditë, kur këmbanat e kishës kishin filluar të bien dhe makina luksoze po e priste ta çonte në dasmë, zemra e saj kishte filluar të rrite më shpejt se kurrë. Nuk ishte vetëm emocion, diçka më e thellë e shtrëngonte, si një parandjenje që nuk dinte ta shpjegonte. Kur mbërritën tek restoranti madhështor, ku qindra të ftuar i prisnin, Arta u ndje për një çast si princesh. Muzika, duartrokitjet, sytë që i ndriçonin të gjithëve, i dhanë një ndjesi krenarie. Prindërit e saj qanin nga gëzimi, ndërsa vjerrit e ardhshëm po e prisnin në hyrje për ta përqafuar, dhe ishte pikërisht në atë moment, kur syri i saj u ndesh me një fytyrë që nuk e kishte parë prej më shumë se 7 vitesh, që gjithçka brenda saj u shua. Ai burr, i veshur me kostum elegant dhe me flokë pak të thinjur, nuk ishte thjesht vjerri i saj i ardhshëm. Ishte i liri. Njeriu që dikur e kishte lënë pa gjumë net të tëra, dashuria e saj e parë, sekreti më i madh që kishte mbajtur në shpirt. Zemra i u drodh dhe këmbët gati i u pren. Nuk po i besonte syve. Ishte ai, nuk kishte si të gabonte. I njëjti shikim i thellë, e njëjta buzëqeshje që dikur ja kishte bërë shpirtin të digjej. Ajo e kishte dashur i lirin kur ishte ende një vajzë e re, rreth të 18-ave, kur gjithçka dukej e pafajshme dhe e pamundur njëkohësisht. Ai ishte më i madh, i martuar, dhe kishte qenë fëmijë i saj. Kishin kaluar muaj të tërë në heshtje, mes takimeve të fshehta, mesazheve që dignin më shumë se çdo fjalë, përqafimeve të shpejta që mbeteshin në kujtesë si plagë. Pastaj, pa pritur, ai ishte zhdukur nga jeta e saj, duke i rikthyer familjes së vet, ndërsa Arta kishte mbetur me zemrën e thyer. Tani, 7 vite më pas, e shite sërish, por në mënyrën më të pamundur të mundshme. Ai ishte baba i besnikut, burrit me të cilin po martohej atë ditë. Gjaku i saj u fto, buzëqeshja i u ngrirë në fytyrë dhe ajo e ndjeu veten të mbirë. Iliri e pa, dhe për një çast u duk sikur edhe atij ju drodh shpirti. Sytë ju mbushën me një lloj ankthi të heshtur. Por u përpoq ta fshite me një buzëqeshje të rreme. Ai u afrua, i zgjati dorën, dhe tha me një zë të qetë që vetëm ajo e dinte sa dridhej: "Urime, nuse." Ajo ja kapi dorën me duar që i dridheshin. Ishte si një rrymë elektrike që i përshkoi trupin. Të gjitha kujtimet që kishte përpiqur të varroste për vite, tani shpërthyen si një ortek. Nuk dinte si të sillej, nuk dinte si të merrte frymë. Ndërsa fjalët e urimit të njerëzve përreth dëgjoheshin si një zhurmë e largët, Arta ndjente se po mbytej, gjithçka gjatë dasmës kaloi si në mjegull për të. Muzika, vallet, të qeshurat, të gjitha dukeshin larg. Ajo shikonte vazhdimisht Ilirin. Çdo herë që ai hidhte syt drejt saj, një plag tjetër hapej. Në mes të dasmës, kur ul pak për të marrë frymë, ai u afrua dhe i tha me një ton të ulët që askush tjetër të mos dëgjonte: "Nuk e kam menduar kurrë se do të ndodhte kjo, por të lutem, sillesh sikur nuk më njeh. Për të mirën e të gjithëve." Arta mezi e mbajti veten. Donte të bërtiste, donte ta përqafonte, donte ta urrente, donte të ikte. Por u detyrua të heshte. Të qeshte para kamerave, të vallëzonte me besnikun dhe të bënte sikur gjithçka ishte në rregull, ndërsa brenda saj po shuhej. Netët pas dasmës ishin të padurueshme. Çdo herë që e shite Ilirin në shtëpinë e tyre, kur shkonin për darka familjare, e ndjente trupin t'i dridhej. E ndjente se ai shmangej, nuk e shikonte kurrë drejte në sy, dhe kjo e bënte edhe më të rëndë. Ishte një lojë e heshtur që vetëm ata të dy e kuptonin. Arta nuk dinte sa kohë do mund ta mbante këtë sekret. Dashuria e saj e parë, që ende e digjte si plag, ishte tashmë babai i burrit të saj.
Dhe ajo pyeste veten natë pas nate, si mund të vazhdoj kjo martesë? Si mund të jetoj me dy shpirtra që e ndajnë mes tyre, një me të tashmen dhe një me të kaluarën? Dhe më e dhimbshmja, a do të mund të hesh përgjithmonë? Ditët e para të martesës për Artën ishin të hidhura, edhe pse të gjithë përreth e mendonin të lumtur. Besniku sillej si çdo burr i dashuruar. I kujdesshëm, i ëmbël, e përqafonte, i sillte dhurata, i fliste për planet e tyre për të ardhmen, por Arta nuk ishte më e njëjta. Çdo herë që e shikonte në sy, ndjente një faj të pashpjegueshëm, sikur po e tradhtonte me heshtjen e saj, sikur po i fshinte një pjesë të vetes që nuk do të mund ta rrëfente kurrë. Ajo ndjente praninë e Ilirit kudo. Në çdo darkë familjare, kur ai ulej përballë, zemra i rrite më fort se zakonisht. Kur ai i drejtohej me një pyetje të thjeshtë, si je, nuse? Arta duhej të mblidhte gjithë forcën për të mos u tradhtuar në shikim. Kishte momente kur ndjente se edhe ai e përjetonte të njëjtën dhimbje, sepse zëri i tij dridhej lehtë. Ose shmangte të qëndronte gjatë në një dhomë vetëm me të. Ishte një lloj torture e heshtur që të dy e ndanin bashkë, por askush tjetër nuk e dinte. Një natë, ndërsa po flinte pranë besnikut, Arta u zgjua nga një ankth i fortë. Kishte parë ëndër veten kur ishte 18 vjeç, kur Iliri i kishte dhënë puthjen e parë, një puthje që e kishte lënë pa frymë dhe që nuk e kishte harruar kurrë. Ajo u ngrit nga krevati, doli në balkon dhe mori frymë thellë. Dhe aty, në errësirë, pa Ilirin tek kalonte nëpër obor për të ndezur një cigare. Zemrat e tyre u ndeshën në heshtje. Ai ngriti kokën dhe e pa drejt, ajo qëndroi e ngrirë. Nuk than asnjë fjalë, por syt folën më shumë se çdo fjalë. Ai bëri një shenjë të lehtë me kokë, sikur i kërkonte të kthehej brenda, të mos rrezikonte. Ajo e dëgjoi, por zemra i u shtrëngua akoma më shumë. Ditët kalonin dhe përplasjet mes ndjenjave bëheshin gjithnjë më të forta. Arta filloi të bëhej e ftohtë me besnikun, pa dashje. Ai e ndjente, por nuk kuptonte arsyen. Mos je lodhur? Mos nuk je mësuar ende me jetën e re? E pyeste shpesh. Ajo buzëqeshte me zor dhe thoshte se gjithçka ishte në rregull, por nuk ishte. Gjithçka brenda saj ishte një kaos. Një pasdite, kur kishte shkuar tek shtëpia e vjehrit dhe vjehrës për të ndihmuar me një gosti, ndodhi diçka që nuk do ta harronte kurrë. Ndërsa të gjithë të tjerët ishin në obor, ajo hyri në dhomën e ndenjes për të marrë disa pjata. Atje gjeti Ilirin vetëm. Ai ishte ulur, duke parë nga dritarja. Kur ajo hyri, ai u kthye dhe për një moment asnjëri nuk foli. Heshtja ishte e rëndë, sikur muret po e shtypnin. Pastaj, me një zë të ngjirur, ai tha, Arta, më fal për gjithçka. As nuk e kisha menduar ndonjëherë që do ta gjeja veten në këtë situatë. Por unë nuk të kam harruar asnjë ditë. Arta ndjeu sikur iu pre fryma. E gjithë forca që kishte ndërtuar për ta mbajtur veten të ftohtë, u shem brenda një sekonde. Mos më thuaj këto gjëra. Përshpëriti ajo, duke e shmangur shikimin. Jam gruaja e djalit tënd. Iliri u ngrit ngadalë, u afrua një hap më pranë saj, por pa guxuar të prej. E di. Dhe kjo është tortura më e madhe e jetës sime. Por nuk mund të bëj sikur nuk ndjej asgjë. Çdo herë që të shoh, më duket sikur po jetoj një ëndër të ndaluar. Dhe çdo herë që mendoj se duhet të harroj, zemra më thotë se nuk mundem. Ajo u tërhoq pas, duke tundur kokën. Mos e thuaj këtë. Nuk ka rrugë për ne. E di sa e rëndë është kjo? Nëse dikush do ta merrte vesh, do të na shkatëronte të gjithëve. Ai e pa drejtë në sy. Mbase, por të paktën e di që ende më ke në zemër. Dhe kjo më mban gjallë. Në atë çast, dera u hap dhe vjehra e saj hyri për të marrë disa gota. Arta u kthye shpejt nga bufeti, duke bërë sikur po kërkonte diçka. Iliri mori një frymë të thellë dhe u ul sërish, duke fshehur çdo gjë. Vjehra nuk vuri re asgjë, por zemra e Artës po i rrite aq fort, sa i dukej sikur do të dëgjohej në gjithë shtëpinë. Netët e ardhshme u bën edhe më të vështira.
Për herë të parë, ajo filloi të mendonte për diçka që nuk duhej, po sikur të mos ishte martuar me besnikun, po sikur jeta ta kishte çuar drejt Ilirit, po sikur të dy të mos kishin qenë të ndaluar për njëri tjetrin. Dhe këto pyetje e bënin të ndiej fajtore, por edhe më të etur për një përgjigje që nuk do ta gjente kurrë. Një mbrëmje, besniku kishte shkuar me miq, ndërsa Arta ishte e ftuar tek shtëpia e prindërve të tij. Kur hyri në obor, e gjeti vetëm Ilirin. Ai po priste me një gotë verë në dorë. Ajo ndaloi në portë, e pa vend. Nuk është askush tjetër në shtëpi, tha ai ngadalë. Mami ka shkuar tek motra jote, besniku është me shokët. Jam vetëm. Zëri i tij ishte i qetë, por syt i digjinin. Ajo e dinte që nuk duhej të hynte, por këmbët e saj nuk ju bindën. Dhe kur dera u mbyll pas saj, ajo ndjeu se po hynte në një pikë pa kthim. Kur dera u mbyll pas saj, zemra e Artës rrite aq fort sa i dukej sikur po dëgjohej në gjithë dhomën. Iliri qëndronte në këmbë përballë saj, duke mbajtur gotën e verës, por duart i dridheshin. Nuk duhej të kishe ardhur, tha ajo me një zë që mezi dëgjohej. Ai buzëqeshi hidhur. Ti e di se nuk ka rëndësi nëse duhej apo jo. Këto ditë, çdo herë që të shoh, e di që do të ndodhte ky moment. Duhej të ndodhte. Ajo u afrua ngadalë, duke u përpjekur të mbajë distancën. Ilir, kjo është çmenduri. Unë jam gruaja e djalit tënd. Po sikur dikush të na shoh. Ai hodhi gotën mbi tavolinë dhe u afrua. E di. Por nuk dua të jetoj më duke bërë sikur nuk ekziston kjo gjë mes nesh. Unë nuk të kam haruar kurrë, Arta. Dhe ti e di shumë mirë se as ti nuk më ke haruar. Ajo u kthye për ta shmangur, por lotët i rodhen në faqe. Të lutem, mos e bëj më të vështirë. Ti më dhe një plagë që nuk u shërua kurrë. Mendova se me besnikun do ta mbyllja këtë kapitull, por tani çdo herë që të shoh, gjithçka rikthehet. Iliri e kapi nga dora, e afroi ngadalë dhe i përshpëriti. Ndoshta fati na ndau dikur, por nuk mund të na ndalë përgjithmonë. Dhe aty, mes dhimbjes dhe dëshirës së fshehur, ata u puthën. Një puthje e gjatë, e ndaluar, që i dëgji të dyve shpirtin. Për një çast, haruan çdo gjë tjetër, por sapo u shkputën, realiteti u kthye me forcë. Kjo nuk duhet të përsëritet kurrë, tha Arta, duke e shtyr pak larg. Ai qëndroi ngrirë, i shkatëruar, por nuk tha asgjë më. Disa javë kaluan me heshtje të rënd mes tyre. Asnjëri nuk e përmendi atë natë, por çdo takim, çdo shikim i rastësishëm, e bëri më të qartë se asgjë nuk ishte si më parë. Besniku nuk e dinte gjë, por filloi të vinte re që Arta ishte gjithnjë e më e mbyllur, shpesh e menduar dhe me një buzëqeshje që i mungonte sinqeriteti. Një mbrëmje, kur ajo po përgatiste darkën, ai e pyeti drejt, Arta, a është gjithçka në rregull mes nesh? Se ndonjëherë më dukesh sikur je larg. Ajo u hutua, i ra një pjatë nga dora dhe mezi e mblodhi veten. Jo, gjithçka është mirë. Thjesht lodhje, tha me një zë që nuk binte askënd. Por fati kishte ruajtur një goditje të fundit. Një ditë, ndërsa po pastronte një dhomë në shtëpinë e Ilirit, Vjera gjeti një fotografi të vjetër të tij, të palosur në një libër. Ishte Iliri, shumë vite më i ri, i përqafuar me një vajzë të re që dukej qartë se ishte Arta. Fytyra e saj ishte e qeshur, syt i shkëlqenin dhe nuk kishte asnjë dyshim. Vjera e njohu menjëherë dhe u trondit. Pa thënë asgjë, ajo ia dha besnikut, kur besniku e pa, i gjithë bota i u shem. Ai nuk foli menjëherë, por kur Arta u kthye në shtëpi atë natë, e gjeti të ulur në dhomën e ndenjes, me fotografinë në dorë. Çfarë është kjo, Arta? Zëri i tij ishte i ftohtë si akulli. Ajo u mpir. Nuk kishte më ku të fshihej, nuk kishte më gënjeshtra që mund ta shpëtonin. Lotët i shpërthyen në fytyrë. Besnik është e vërtetë. Para shumë vitesh, para se të njihja ty, unë dhe baba yt kishim diçka. Një marrëdhënie që nuk duhej të kishte ekzistuar kurrë. Dhe unë e kam mbajtur të fshehtë,
kam menduar se do të mbetej e kaluar, por besniku u ngrit në këmbë, i shkatëruar. Pra, gjithçka që kemi ndërtuar ka qenë një gënjeshtër? Ti u martove me mua, duke ditur se kishe qenë me tim atë? Si guxove. Zëri i tij ishte një përzierje zemërimi dhe dhimbje që i çante shpirtin. Ajo ju afrua duke qarë, duke i kapur duart, por ai i tërhoqi. Jo, mos më prek. Nuk e di kush jem më. Nuk e di si kam mundur të jem i verbër kaq gjallë. Në atë moment, dera u hap dhe Iliri hyri brenda. Ai e pa skenën, fotografinë në dorën e besnikut dhe e kuptoi gjithçka. Besnik, të lutem, më dëgjo. Ishte shumë vite më parë. Para teje, para se ajo të hynte në jetën tënde. Unë e lash atë histori, ajo u mbyll. Por fati na e solli këtë tragjedi. Arta nuk ka faj që u dashurua në mua kur ishte e re, as unë që rash në mëkat. Por sot ajo është gruaja jote. Të lutem, mos e shkatëro për këtë. Besniku u kthye me sy të përlotur. Ti e thua sikur nuk ka rëndësi, por për mua është fundi i botës. Ju të dy më keni tradhtuar, edhe pse në kohë të ndryshme. Të kam parë gjithmonë si babain tim, si njeriun që më mësoi ç'është nderi. Dhe tani e shoh që më ke marrë gjithçka. Ajo natë u kthye në ferë. Arta qau me orë të tëra, Iliri u mbyll në dhomën e tij dhe besniku doli pa thënë asgjë, duke u larguar në mesnatë. Ditët që pasuan ishin të mbushura me heshtje dhe tension. Familja u përça, thashethemet në fshat nisën të qarkullonin dhe asgjë nuk ishte më si më parë. Besniku vendosi të largohej, duke i thënë Artës se nuk mund të jetonte me një grua që kishte qenë pjesë e së shkuarës së babait të tij. Arta mbeti e thyer, mes fajit dhe dhimbjes, e vetme në një martesë të shkatëruar para se të kishte filluar. Iliri, i mbërthyer nga turpi dhe pendesa, nuk gjeti kur forcë t'i afrohej më as djalit as saj. Ai jetoi me barën e një dashurie që nuk duhej të kishte ndodhur, dhe me shkatërimin e familjes së tij. Arta, nga ana tjetër, mbeti një grua e vetmuar, e mallkuar nga një sekret që nuk duhej të kishte parë kurrë dritën. Dhe sa herë që shite fotografinë e vjetër në kujtesën e saj, pyeste veten nëse ishte faji i saj që kishte dashuruar dikë që nuk duhej, apo faji i fatit që i kishte vendosur në atë udhëkryq të pamundur, dhe kështu. Ajo që nisi si dita më e bukur e jetës së saj, përfundoi duke u kthyer në mallkimin që do ta ndiqte përgjithmonë.